Duhet me qenë shumë të ndjeshëm ndaj fesadit në tokë. Asnjëherë duhet me thonë, po pse ndodhi kjo, s'më intereson mu. Nuk më intereson mu. Kjo nuk më intereson mu, ne si shoqëri duhet shpëtojmë njëherë për gjithmonë. Është një anekdotë shumë e bukur. Miu, edhe pse me ata që e kanë kriju, kanë fut miun aty si protagonist kryesor dhe intereson dikujt, po s'ka rëndësi në këtë rast. Që miut na dali i mirë me fjalë. Edhe si shme, miu e pa që e zonja e shtëpisë aty na hur, të lopës vendosi një çark. Dhe shkoi e lopa i thoi lop, është vendosur një çark, i tha çe për mi, tha, çarku është për ty, tha, nuk është për mua. Çfarë do bëj çarku mu, çarku i miut. Shkoi ke dele, i thoi dele. Çarku. Sa më mirë, tha, çarku është për ty. Oj pul, tha, çarku. Çarku, pula tha, unë jam këtu nalt. Në mur, çarku është për ty. Një ditë, duke mirë lopën e zonja e shtëpisë, dëgjoi trokitin e kujt të çarkut. Dhe mendoj se është kap miu dhe me gëzim shkoi ke çarku aty kishte ra gjarpri. E kafshoi zonjën në dorë. U helmu zonja, e çon në spital. I tha mjeku duhet me, i dhan lang mishi që ta luftoj helmin. Shkoi theri pulën. U smu shumë ajo, duhet me i dhan ushqim, theri delën. Vdiq, duhet me ja bë mortin. Theri kë lopën. Piknisja, pa përgjegjshmëria. Një zjarr që bie me i katon në xhamat është i rrezikuar gjithë katuni. Gjithë katuni. Dhe në një shoqëri që kultivohet pa përgjegjshmëria, e gjithë shoqëria është e rrezikuar. Dhe realisht kurim dhe meditojmë, ndjekim edhe në terren, edhe në realitet, edhe nëpërmjet mediave, momenti saktuar është e frikshme o xhamat. Si është e mundur kjo pa përgjegjshmëri me fjalë.